Të nderuar miq të Kosova Info, përshëndetje për të gjithë juve. Ka dështuar edhe tentativa e 15 për të zgjedhur kryeparlamentare në Kuvendit të Kosovës, e cila është Albulena Haxhiu. Kjo e fundit nuk i mori as sot votat e mjaftueshme për të qenë kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që mbetet të shihet se nëse të mërkurën e datës 15 maj, siç tha edhe kryesuesi i seancës, zotëri Armini Dehari, që do të mbahet seanca e radhës, a mund t'i marrë ajo votat e mjaftueshme nga partit opozitare për të qenë kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës? Sa mendon ju tashmë që ajo do të zgjidhet? Mbetet të shihet me datën 15 maj në seancën e Kuvendit të Kosovës, se a do t'i marrë votat nga partit opozitare, pra të cilat e kanë kundërshtuar në vazhdimsi edhe në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, që ajo të zgjidhet kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, nga lëvizja vetëvendosje, nga subjekti vetëvendosje, thonë që Albulena Haxhiu do të jetë sërish kandidate për kryeparlamentare të Kuvendit të Kosovës. Dhe tashmë do të shohim se a do të jetë Albulena Haxhiu kryeparlamentare të mërkurën.